Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se erdhët në e-klasa. Unë jam mësuesja Meleqko Saqipi. Sot nga lënda e gjuhës shqipe do të njihemi me fjalët e urta popullore. Njësia mësimore faqe 27. Sa i përket qëllimeve të orës mësimore, do të dallojmë fjalët të urta, të shkruajmë fjalët të thjeshta dhe kuptimin e fjalëve të urta. Të dallojmë mesazhin që e përcjellin fjalët e urta. Koncepte: proverb, porosi, mësim. Resurset mësimore: libri faqe 27, hulumtim në google.com. Pse të gjitha fjalët e urta apo proverbat quhen urtësi popullore? Të mbajmë mend, fjalët e urta janë krijime të shkurtra popullore, në ta shprehet përvoja jetësore e të moshuarve, e cila duhet të shërbejë si mësim gjeneratave të reja. Ndryshe quhen edhe proverba. Fjalët e urta zakonisht përbëhen prej dy pjesëve që ndahen me presje. Ja disa fjalë të urta. E mira dëgjohet larg, e keqja edhe më larg. Porosia e kësaj proverbe është që të mos flasim keq për të tjerët. Njeriu sa ron, mëson. Porosia e kësaj proverbe është se njeriu sa të jetoj mëson më shumë. Dita e mirë duket në mëngjes. Porosia e kësaj proverbe është që çdo punë e mirë shihet që në fillim. Koka që s'dëgjon më shumë pëson. Porosia e kësaj proverbe është që ne t'i pranojmë këshillat e mira. Kush i ban varin shokut bie vetëm brenda. Porosia e kësaj proverbe është që mos t'ja kujtojmë të keqen të tjerëve, se mundemi të pësojmë vetë. Komentojmë çfarë porosie përcjellin fjalët e urta. Cili është mësimi i tyre? Lexojmë me kujdes disa fjalë të urta dhe mësojmë porosinë e tyre. Në shembullin e parë kemi: pastërtia është shëndet. Kjo fjalë e urtë na mëson se mbajtja e pastërtisë në trupin ton na jep shëndet të mirë. Në shembullin e dytë shohim: ku hyn dielli, nuk hyn mjeku. Kjo fjalë e urtë na mëson për rëndësinë e rrezeve të diellit që na jep shëndet të mirë. Në shembullin e tretë shohim: me punë fiton, pa punë në dëm shkon. Kjo fjalë e urtë flet për rëndësinë që ka puna në jetën tonë. Do me thënë, ai që nuk punon, nuk ka sukses të mirë në jetë. Nga shembulli 4 kemi: puna është burim i të mirave. Kjo fjalë e urtë flet për të gjitha të mirat që na i sjellë puna. Në shembullin e 5 kemi: të lodh shumë me të vërtet, por gëzim të jep në jetë. Edhe kjo fjalë e urtë na porosit për gëzimin që na jep puna, edhe pse lodhemi pak. Në shembullin e 6 kemi: e mira kthehet me të mirë. Porosia është që veprimet e mira që i bëjmë të na kthehen me veprime të mira. Në shembullin e 7 kemi: i urti kur nuk ngutet. Kjo fjalë e urtë na porosit që të jemi të matur para se të veprojmë.
Në shembullin e 8, ai që nuk dëgjon pëson. Kjo fjalë e urtë flet për pësimet kur nuk dëgjohen. Në shembullin e 9 kemi sa di aq vlen. Kjo fjalë e urtë flet për rëndësinë që ka dituria. Në shembullin e 10 kemi Rena i ka këmbët e shkurtra. Kjo fjalë e urtë flet për ata që gënjejnë, sepse gënjeshtra zbulohet shpejt. Nga shembujt e dhënë kuptojmë se fjalët e urta na këshillojnë për veprimet e mira. Detyrë. Në fletoret e detyrave të shtëpisë shkruani 5 fjalë të urta. Ju faleminderit për vëmendjen.